Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Organizimi në Tiranë një proteste në mbështetje të shkrerëve të UÇK-s riktheu ndasit mes kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Përmes faqes zyrtare të televizjes vendosje theksohet se ata që sot dalin kundër gjykatës speciale ishin lobuesit më të mëdhenj për themelimin e saj. Sipas partisë më të madhe në pushtet të drejtuar nga Albin Kurti, thuhet se kryeministri Edi Rama shkoi në Kosovë në një vizitë emergjente me helikopter për të bindur palët që të votonin pro themelimit të kësaj gjykate. Vetvendosi kritikojnë qeverinë e Tiranës pasi institucionet e Shqipërisë si shtet antar i OKB-s, i Këshillit të Evropës, i OSBE-s, i NATO-s dhe shumë pranë Bashkimit Evropian kanë përgjegjësi dhe mundësi që këtë çështje ta ngrejnë në këto forume ndërkombëtare, aty ku flitet dhe vendoset për drejtësi e jo në sheshin Skënderbej në kryeqytetin e Shqipërisë. Në prag të protestës madhështore për UÇK-n e cila do të mbajë ditën e premte në Tiranë është mbajtur një konferencë organizuar nga Shoqata Tirana. Në këtë konferencë morën pjesë drejtues shoqatash, pjesëtarë të shoqërisë civile dhe përfaqësues të organizatave nga Kosova. Hysni Gucati, krye organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, kujtoi se protesta është mbarkombëtare. Ai akuzoi gjykatën e Hagës si politike dhe të njanshme. Protesta gjithkombëtare në Tiranë ka një arsye shumë të madhe pse kemi ftuar. Ne jemi një kombë, një gjuhë, një kulturë dhe jemi me një flamore. Unë mendoj se gjeneza jonë e ushtrisë shqiptare të Kosovës është në Tiranë në vitin 90 dhe kjo është arsyeja pse ne kemi dashur ftojmë protestë gjithkombëtare të jetë në Shqipëri. Pjesëmarrës ishte edhe kryetari i invalidëve të Kosovës Fadil Shurda, i cili bëri thirrje për pjesëmarrje masive. Do t'ju bëj vetëm ftesë thirrje të gjithë ata të cilët me 17 në ora 17 na bashkohen, na ndihmojnë të vinë dhe të shprehin pakënaqësinë tonë kundra kësaj gjykate. Kjo gjykatë e cila më të vërtet Kosovën e ka randu dhe është ka randon edhe politikisht, edhe moralisht, edhe sidomos luftëtarë dhe ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në këtë tubim do të jenë të pranishëm dhe kryeministri Edi Rama, kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla, ministra dhe deputet, ndërsa Partia Demokratike ka refuzuar të marrë pjesë. Emisari special i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për misionet e posaçme Richard Grenell kritikoi Bashkimin Evropian për qëndrimin që mban ndaj gjykatës së Hagës. Ai akuzoi këtë të fundit për ndjekje politike ndaj ish-presidentit Kosovës Hashim Thaçi. Reagimi erdhi pas takimeve që presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pati në Kosovë me kryeministrin Kurti dhe presidenten Osmani. Keni qëndruar në heshtje, ndërsa Jack Smith arrestoi një president në detyrë, vetëm sepse ai ishte rrugës për të takuar me Donald Trump për të arritur një marrëveshje paqe që përfshinte shpërbërjen e pozitës së Jack Smithit gjykatës, shkruan Richard Grenell në rrjetet sociale. Presidenti e Komisionit Evropian pas vizitës së saj në Kosovë shkruan se Unioni mbetet i përkushtuar ndaj një të ardhme ku të 6 partnerët e Ballkanit Perëndimor janë pjesë e BE-s. Për këtë është e rëndësishme që Kosova të vazhdojë të ndërtojë institucione të forta dhe të ulë tensionet të vend. Gjithashtu Kosova duhet të finalizojë hapat e nevojshëm për të përfituar nga plani i rritjes, shkruan von der Leyen në mesazhin e saj të shpërndarë në rrjetet sociale. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani pas takimit me presidenten e Komisionit Ursula von der Leyen shkruan se nga Kosova pritet të ecë përpara me përkushtim, me reforma të suksesshme dhe me besim të palëkundur në të ardhmen europiane. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i shtetit në Kosovë deklaron se me von der Leyen është diskutuar dhe për zbatimin e planit të rritjes dhe heqjen e masave ndaj Kosovës. Maqedonia e Veriut duhet të bëjë ndryshimet e nevojshme kushtetuese për të vazhduar rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, është thirrja e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas një takimi me udhëheqësit Maqedonas në Shkup të mërkurën në mbrëmje. Von der Leyen shkruan se Bashkimi Evropian e mbështet plotësisht rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt antarësimit. Mund të mbështeteni tek ne, hapi i tjetër dhe i vetëm para fillimit të negociatave është i qartë. Ju duhet të bëni ndryshimin e dakortëzuar kushtetues. Topi është në fushën tuaj. Bashkimi Evropian është gati, shkroi von der Leyen. Mbajtja e zgjedhjeve në Kosovë dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut duket se ishin shkak për shmangjen e konferencave për shtyp të presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Zyra e shtypit e BE-s sqaroi se arsyeja për mosmbajtjen e konferencës për media në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut ishin zgjedhjet që janë në proces ose pritet të mbahen së shpejti, sipas praktikës së zakonshme, tha zëdhënësja e Komisionit Evropian Paula Pino për mediat në Kosovë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.